Çfarë do të flasim për protestën në Tiranë, situatën politike që është mjaft e nxehtë, ende asnjëra nga palët nuk ka tërheqje. Por çfarë do ndodh të jave në vazhdim, nisur dhe nga ajo që ndodhi në fundjavë, kishim një protestë më e madhe që u zhvillua këtu dhe për shkak të mbështetjes nga diaspora. Për të gjithë skenarët e mundshëm ne do të flasim me njërin prej organizatorëve, sikur e ka cituar edhe ai vetë pra duke futur tek pjesa e 4 deri në 5 veta sa ishin në fillim që nisi para 22 ditësh protesta. Ai është Venedik Hoxhallari, ne kemi folur në një bisedë edhe pak ditë më parë me zotin Hoxhallari, i cili më pas 2-3 ditëve në Tiranë në fillim u largua, sikur tha dhe ai, dhe mesazhet që mori, por edhe situatën aty brenda protestës, pra përtej asaj që duket në ekran. Por për t'i marrë dhe më shumë një tjetër opinion për vërshimin që erdhi nga diaspora në Tiranë dhe kontaktet që ka ai me Tiranën, mendimet, çfarë ka ndodhur këtë fundjavë, cili është plani atyre që janë në Tiranë që do ta vazhdojnë këtë javë, ne kemi sërish një bisedë zotin Hoxhallari. Më lejoni që du të drejtohem me emra. Venedik, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën përsëri. Unë dua të jem modest dhe konkret për gjithë aktualitetin që po ndodh, madje unë do të konfirmoj edhe diçka tjetër. Unë kam qenë brenda protest, por kam bërë një udhtim, madje kam thënë që do shkoj, kam bërë një udhtim, do thoja çuditshëm brenda ditës. Kam shkuar dhe jam kthyer sepse dua të jem dhe këtu që të jem korrekt dhe me. Po, sepse në bisedën e kaluar ju tha që për shkak të punës, shpirti nuk më ndej një rahat, nuk rri dot rahat, kështu që jam isha detyruar që ta bëja për të parë dhe realitetin që po ndodh atje. Madje kam zbritur rreth në mesditë në Tiranë dhe jam kthyer në mbrëmje. Venedik, ne drejtohem sigur ju drejtohen në protestë Tiku. Është e vërtetë që kishte shumë nga diaspora aty, apo siç thot kryeministri, që janë më shumë shqiptarë të Kosovës edhe të Maqedonisë ata që janë aty? Jo, ishin nga diaspora, madje unë shumë eksponent që kanë ardhur nga Anglia, Italia, nga Gjermania, i njoh nga rrjetet sociale dhe nga aktivizmi që ata kanë bërë për subjektet ku kanë bërë pjesë para zgjedhjeve të 2025-s, madje me disa eksponent nga këta kemi patur dhe përplasje, sepse unë kam qenë mbështetës i Alit Çorit në atë kohë, dhe këta kanë qenë të drejt i Klapajt, Agroshet, e kështu me radhë, po më shumë me këta të subjektit të Shqipëria Bet, kam patur përplasje, sepse në çdo moment ku ndodheshim, unë i argumentoja dhe çdo gjë i nisesha me argument, për të dhënë dhe atë fjalën time, aq sa unë mendimin tuaj se cili është i lirë të flasë, mendoj jemi demokraci. Madje unë do të them që ajo protest, ky udhëtim mua më duk tepër i tepruar, ata shumë mirë bën sepse e ndjejnë krenari të bëjnë për vendin e tyre, por nuk është krenari për vendin e tyre, se unë do të marr një shembull. Kush shumë duk i tepruar, udhëtimi kujt? Udhëtimi i gjithë eksponentëve që ardhen nga jashtë. Pse duhet bënim gjithë të show kur është shumë e thjeshtë. Ne kemi në Shqipëri njerëz që kur të shikojnë ty me atë makinë shtrenjtë, që ti do të marrësh vëmendjen nga Anglia, Gjermania, Italia, e ku di unë për të ardhur, a e mendon që ai që nuk ka ilaçe me sëmundje kanceri në onkologjiku, ai qytetari që është me atë baktitë e tij atje dhe pret nga ajo shpresë se diaspora po vjen për të sjellë ndryshimin dhe ti vjen për të bërë reklamimin. Ajo diaspora që vjen për t'i treguar atij bujkut se unë jam me ty këtu për të ndihmuar dhe për të kthyer këtë sistem në tjetër nivel. Venedik, dëgjoj, ka një përse gjithë kjo, sepse fundit secili pasurinë e tij që ka vendosur një makinë, dikush diçka tjetër, më thet thash, mund ta shfrytëzoj si do, ai kishte dëshirë të vinte me makinë në atë mënyrë. Pra, dikush tjetër vjen me avion, dikush tjetër si shishit ju brenda ditës, dikush nuk ka mundësi fare. Pra, përse, domethënë, ideja është tek thelbi, pjesëmarrja. Pjesëmarrja po. Unë e përcaktoj si një show në radhë parë, dhe kështu do mbetet në mendimin tim, sido që të ekspozohen dhe të thonë ata që ne e bëm për atë dheun. Pra atë dheun mund ta bësh shumë thjesht, mund të hipsh avionit, jesh atje në shesh dhe mos lëvizësh fare. Kur unë e kam bërë dhe do ta bëja, por tani gjërat kanë shkuar në tjetër start, unë
nuk mund të vazhdoj që të vazhdoj të marrë, dhe kam thënë dhe në emisionin e parë me ju, me prorintim. Por nuk është tu problemi për të thënë dhe për të dukur. Dhe unë kam makinë, si ka dhe çdo shqiptar që ekziston këtu, dhe kemi akoma më të bukura, por nuk është tu për treguar bukurinë e makinës dhe për treguar se e kemi xhip apo e kemi mini xhip apo e kemi një tjetër. Ata ndoshta po e bëjmë si bashkëbisedim. Ata ndoshta menduan që duke u nisur me makina nga andej, për ta kthyer në një formë orteku, pra nga Anglia në Francë, bashkoheshin të tjerë, pastaj në Itali, derisa të futeshin. Po, e di shumë qartë. Shiko, në rast të parë njerë, këta eksponent nuk ishin eksponent të diasporës për kombin, sepse në momentin që kanë arritur në Muriqan, po të shikosh intervistën e njerit prej këtyre, po thoj se atij që udhëhiqte gjithë grupin, është shprehur shprehimisht dhe ka thënë në një moment që ne duam qeveri teknike dhe 12 mujore. Që këto janë fjalë të cilat i thot gjithmonë Adriatik Lapaj. Dhe unë besoj që ky ishte një show i mirë organizuar nga përkrahës të Shqipëria Bet për të treguar që ne jemi vendimtar të kësaj situate dhe në këtë mënyrë unë kështu e konceptoj. Madje dhe show akoma në Tiranë mund të bllokojmë çdo rrugë për të kërkuar të drejtat tona, por nuk mund të bllokojmë rrugën ne për të thirrur se kemi ardhur për të bllokuar ata njerëz që ecin me autobusa, me punë, ka dhe njerëz allergji, ka dhe çdo gjë për një show dhe për një vëmendje që dikush kërkon të tregojë në këtë mënyrë. Po pse s'erdhën më përpara ata nëse do ishin të Klapajt? Pikërisht, unë do të thoja edhe këtë tjetër dhe shumë mirë e ke bërë pyetje me vend, sepse në ditën e parë kur unë kam ardhur në Shqipëri, unë kam ardhur qysh në datën 28 maj, pse nuk ipën avionit ta, nuk është nevoja të jep një makinës. Unë mund të kem harxuar të njëjtat lekë që kanë harxuar ata me makinë, po kam ardhur me avion. Dhe erdha për 2 orë. Tani, kjo situatë mua më duket partijake dhe nuk ishte fare kombëtare, sepse këta thonë erdhi diaspora për shpëtuar Shqipërinë. Më thoj çfarë shpëtoi ajo diasporën brem? Po rrinë shesh shumë e drejtë, po bën çdo gjë shumë e drejtë, deri këtu është e drejtë. Por po të shikojnë në brezin e parë aty ku ishin flamujt, bankartat dhe gjitha ata eksponent një për një janë mbështetës të Agroshejat dhe të Adriatik Lapaj. Kështu që pa aty ka dhe demokratë Tiku me PD-n, ka nga të gjithë. Po pse nuk u mor një qytetar i diasporës që është shembull i arsimit, i kulturës. Po u morën të gjithë ata që kanë thirrur derdi dhe janë sharë me njëri tjetrin, si për krahas të Adriatik Lapajt, si për krahas të Agroshejat, dhe këta i kisha aty. Madje këta shkuan akoma më tej. Në mbrëmje kanë shkuar mbas protestës dhe kanë lënë protestën shumë shpejt, kanë shkuar dhe kanë ndarkuar gjithë bashkë. Dhe e kanë bërë dhe publike në një video ku tregojnë se si mund të hanë, mund të pinë bashkë. Kjo më tregon PS dhe PD që në ditën në darkë kanë postuar një video ku kanë ndarkuar gjithë bashkë në një restorant diku në Tiranë mbas protestës dhe mua më kujton ato horrolliqet e PS-s dhe PD-s dikur që ditën zihemi e natën fajtohemi në restorante. Po, dëgjoj, prapë më lejo që të kundërshtoj, po e bëjmë si bashkëbisedim, pra po e theksoj. Nuk besoj se ka diçka të keqe kur të gjithë shqiptarët që janë mbledhur për një kauzë aty, pra për 8 majtës, të djathës, partive të reja, të vogla, të mëdha, aktivistë kanë ardhur nga jashtë, nga brenda që kanë qenë këtu, pra disa edhe që njihen më përpara me njëri tjetrin, mbas protestës janë ulur për të ngrënë, pra ata i kanë mbledh sheshi përpara, që kanë qenë për një kauzë. Pra, unë nuk dua të kuptoj atë ndarjen që ju mendoni, se ju keni qenë në shesh, keni mbajt fjalime përpara, 2-3 fjalime në mos gaboj. Pra, zhgimi juaj që u larguat, erdhët prapë kur erdhi diaspora, tani ku ndaheni dhe ku pajtoni? Unë ndajem te ky show i madh sepse atdheu nuk është për show, sot duhet vendosmëri sepse kauza është dorëheqja e qeverisë dhe të pranohen ato kushte, po kushtet mund t'i bëjnë në momentin që qeveria bën dorëheqje, s'ke pse të kërkosh kushte sepse ja ve kushte asaj qeverisë që do vendosësh ti. Por unë do të them diçka që në këtë katraur që kam parë unë brëm, dhe unë do ta quaj katraur, Shqipëria nuk duhet të jetë shembull i kultit, shembulli i një kulti të individit, sepse kështu e mendoj unë brëm atë show. Madje ne duhet të eliminojmë partitë dhe duhet krijojmë
një lëvizje mbar popullore dhe jo një përfaqësim të kultit të individit që të përfaqëson kryetarin e një subjekti, sepse ky është, si themi ne në gjuhën, unë do flas në gjuhën popullore, shtrumbullari i lëmit. Jo, unë nuk jam këtu, sepse ne këto partit dhe jo do të argumentoj shumë thjesht. Në 2003, kur Edi Rama ka marrë drejtimin e Partisë Socialiste, nëse zgaboj, nëse jam i saktë nuk e di, më korrigjo, por me aq sa unë kam intuitën, ka qenë një parti e hapur disi. Dhe nëse nuk do ishte ajo parti, po e them këtë se do dal ku do dal. Ishte një parti e hapur dhe nëse çdo ishte ajo parti, Edi Rama nuk do ishte bërë as kryeministër, as kryetar partie, as kryetar bashkie dhe asgjë. Dhe sot është ai njeriu që nuk lëshon pushtetin. Pikërisht kjo është ajo që unë sot e them për këtë arsye që diaspora disi është e mbërthyer, kjo diaspora që ardhi, jo diaspora gjithë diaspora, kjo diaspora që ardhi me makina, është e mbërthyer dhe është mirë përgatitur nga subjekte politike dhe kjo s'ka dyshim, sepse eksponentët që kanë qenë aty pjesë dhe në balë të protestës mbrëm, unë i njoh një për një dhe se kush janë. Çfarë diskutuat me ata mbrëm aty ose patën në shkëmbim? Unë nuk jam ekspozuar fare se nuk doja të ekspozosha sepse të kam thënë dhe arsyen pse jam larguar, kështu që kam qenë prezent për të parë se çfarë do ndodhi me këta. Dhe po të them, një vrim në duju bëmbrëm. Kaq e thjeshtë. Thjesht ishte një masivitet, një masivitet populli që ishte më se normale, që kurreshtja e të gjithë popullit shqiptar ishte aty në shesh për të parë se çfarë do ndodhte. Dhe tek e fundit fare është dhe një diçka tjetër. Këta kanë harruar dhe kauzat se çfarë kërkojnë aty. Sepse në momentin që një ka mbetur largimi i qeverisë. Po pikërisht, ta kanë harruar dhe thirrjet. Tani po të veshre, tu është larguar dhe thirrja Berisha në burg, Rama në burg. Tani vetëm këtë, siç thret Flamur Noka, iq dore që no edje si u e thot atë, e kanë marrë dhe këta ritmin e Flamur Nokës dhe e kanë bërë si virale tani më, kështu që mua më duket më shumë partijake se sa kombëtare. Dhe ky është mendimi, mase jam i gabuar, mase jam shumë kritik, por ky është edhe realiteti. Dhe do thoya edhe diçka tjetër që ne sido që të vëmë çdo lloj kushti, postu ndërrua sistemi zgjedhor i 2008-s dhe sido që të vinë situatat, ne nuk do bëjmë kurrë, nuk do ketë ose po spati një hartim të ligjit zgjedhor të 2008-s, ne do jemi vend numëro dhe asgjë s'ka përndryshuar sido që të vijë. Sa mund të ketë qenë numri mbledhjen që po ngulmoj prapë të protesta i atyre që mund të kenë ardhur nga diaspora? Unë besoj që numri mund të kalonte sepse e kam parë dhe vetë ka qenë pothuajse deri në sheshin Skënderbej ka qenë me njerëz plot nga kryeministria. Unë besoj që do të ketë qenë mbi 250.000 vetë në shesh. Po mos thënë për mos thënë 300. Për mos thënë 300.000. Po mund të kenë qenë 250.000 vetë në shesh. Mendoni që do përsëritet kjo? Janë larguar një pjesë e tyre, vazhdojnë të qëndrojnë në Tiranë nga ata që erdhën nga diaspora? Unë kam patur një konsulencë me disa njerëz që kam patur pranë, që vetëm ata e dinin që isha në Tiranë, dhe madje ka qenë edhe një qytetar që po fliste për mua, se do ta bëj këtu për famë, dhe ai se dinte që isha unë aty afër, se kisha vënë një kapuç, ku të llafit dhe nuk isha aq, sepse thash për të qenë i qartë se pse jam larguar. Dhe në një moment i kam thënë, po çfarë ndryshimi mund sjellë një njeri? Një njeri tha, ai ky e ka thënë ky shprehimisht, është motivim, nuk është as forca, as ai një bën ndryshimin, është motivimi. Dhe sot ajo që na ka bërë në shesh është ai motivimi që kemi marrë nga gjithë diaspora dhe nuk duam që diaspora, dhe ai ka qenë kritik për të gjë, nuk duam që diaspora të tregoj show se sa lek. Ne e dim shumë mirë se këtë show me këto makinat e gangove, me këto makinat e mira, e kemi parë me gangot në për rrugët e Shqipërisë, me gangot Pianec, e kemi parë me fëmijët që i vrasin këta gangot rrugëve, e kështu me radhë që çdo njeri që ecën në rrugët e Shqipërisë nga këto makinat e gangove. Kështu që ne nuk do të tregojmë atë horrollikun se ne po vjen horrolliku në Shqipëri. Ne duhet të tregojmë modelin e qytetarisë. Por pra ju nuk është një kritik me thelbin e protestës, por me segmente faktura për qëndrimet për formën. Jo për përbajtjen. Më kanë keq kuptuar shumë njerëz. Po prandaj po se unë ta theksoni këtë pjesë. Po.
mua më kanë keq kuptuar shumë njerëz se kujtojnë se unë jam kundra protestës. Jo, unë jam kritik ka shi individëve që po drejtojnë në drejtimin e gabuar çdo gjë që bëjnë. Kauza është rrëzimi i qeverisë dhe aty do të ngulmojmë e të mirave është ato lekë që i prishën me makina lart e poshtë, i kishin dhënë dhe ata ka dhe njerëz aty që kanë lënë punën, s'kan as ujë të pinë dhe rrin aty në protestë. Kështu që këta njerëz duhet të mendojnë se aty në shesh ka dhe njerëz më shumë nevojë se për atë makinën që vjen që nga Anglia, që do mbi 1000 pound vetëm vigneta. Marrim shembull. Mund të ndryshojë. Vigneta do të thotë ato kartat që paguajnë për autostrada. Mund të marrë në rrjedh tjetër protesta, në ndryshim në Shiko, mbrëm kam parë dhe irritim nga njerëzit deri diku që disa thoshin të bëjmë këtë gjë, bëjmë atë, dëgjoja. Por unë nuk jam i këtij mendimi sepse përdesa ka arritur deri këtu 20 ditë, 20 ditë është mos e paqësore. Unë do doja që sigurisht që kam thënë që Edi Rama e do shkelmin në gryk dhe ai e do shkelmin në gryk. Por shkatrimi i institucioneve, ndërhyrja dhe duke shkatruar dhe duke bërë, unë siguroj që i bëjmë dëm vetes dhe jo askujt. Kështu që në mënyrë paqësore, por me pak këmbgulje më tepër dhe më shumë shtrëngim të situatës. Dhe nuk me këto poezit thojni kur kjo punë të ketë mbaruar, bëni poezi nga Fanoli, nga Frashalin, nga Rilindasit, nga çdo kush. Vetëm kjo skllavëri që ka po skllavëron Shqipërinë do zhdukur një orë më parë. Ju thoni poezi mos ketë, as incidente mos ketë. Pra të vazhdoj siç është. Po sigurisht se paqësore filloi kështu do të vazhduar. Popullore, thjesht popullore, sepse mbas datës 30 e kam thënë në emisionin e parë që është devijuar çdo gjë nga protestë popullore shtyr me telekomand nga diku, nga disa eksponentë aty brenda të partive. E keni fjalën për partitë e vogla, këta e komandojnë. Sigurisht për partitë e vogla, por dhe partitë e mëdha i kanë këmbët aty brenda se kanë parë eksponent partive të mëdha aty sa duash. Po, në fakt aty thirrjet janë Ramamburg, Berishamburg, tani. Madje edhe disa eksponentë të Partisë Demokratike kur e thon Ramamburg, Berishamburg, u mbetet dhe Gilbaza ngryk bëjnë. Kështu që është mëse e ditur ajo, po. Po në Gjermani ka pasur këtë fundjavë organizimin? Jo, s'ka patur se madje koordinatori që unë kam dhe një shoqëri dhe tani nuk jam pjesëtar, madje shoqëria mbetet se s'ka lidhje subjekti. Ai ndodhet në Shqipëri, që ka qenë një lëvizje bashkë, por unë s'kam lidhje fare me atë punë. Unë do ta respektoj si mik, si shok dhe si atletar, shqiptar. Nëse do ketë protesta, unë nuk do shkoj pra asnjë subjekt, do shkoj si qytetar dhe këtu në Gjermani kur s'ket. Pra nuk është se keni larg duart e partitë politike. Jo, me partitë politike nuk ka shans që unë të angazhohem më në asnjë subjekt dhe nuk më intereson sepse për mua, unë e kam thënë dhe në protestën e parë që për mua vlerë ka Shqipëria dhe jo partia, për atë ime Shqipëria dhe jo partia. Them edhe diçka të fundit, ju lutem thoni para se ta mbyll se rrandën e fundit e mbyllëm me një deklaratë fortë tuajën, që ajo protestë ju më thatë që ju kishit më thënë që kërkon një kurban. Po. Pas asaj keni pas informacione tjera? Informacione tjera kanë qenë që tiku mos u ekspozo më shumë. Madje u trego dhe madje do të them diçka tjetër, kam edhe kërcënime nga eksponent që më shkruaj në privat, në TikTok, në Messenger dhe kudo që po vazhdove të flasësh për Sali Berishën më dhe për Edi Ramën, bëj vend vetes. Ka dhe nga këto, po si ka marrë sepse janë anonime, sepse ai që është burr del thot shiko këtu. Kështu që nuk i marr dhe shumë serioze. Megjithatë, ndaj dhe në Tiranë kam qenë i pa ekspozuar dhe kam ardhur, si në thonë fjalës, vetëm me ndjenjë dhe me ashtu si ma dhonte zemra, por kam ardhur brenda 8 orëve, kam ndenjur 8 orë dhe jam kthyer. Vetëm edhe arsyeja është kjo që për të qenë brenda sigurive të mia. Për të mbajtur të sigurt veten time. Kjo ka qenë arsye që edhe si më thatë ishit i maskuar. Me profili im kisha syzet, kisha dhe një kapuç, kështu kylaf me zgabonj, bluzë të kuqe, me shall dhe për të mos rënë shumë sy. Çfarë mendoni se do ketë ndodhur deri në rikthimin e radhës? Unë e kam thënë dhe ta them që deri në fund të gushtit, në fund të korrikut, unë nuk lëviz dot më sepse nga puna nuk mund të los as me punën time as me provët e mi, se janë njerëz me shumë seriozitet dhe me një peshë në infrastrukturën dhe në
në punëdhënien si punëdhënës në Gjermani, kështu që mbas korrikut unë nëse do kjo situatë vazhdon të jetë, do jemi pranishëm. Por deri atëherë nuk mundem. Ti unë falenderoj edhe një herë për bisedën. Për të gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, dua ta theksoj që shkak që kemi zhvilluar këto biseda ka qenë fakti që ju keni qenë, sigur ma keni thënë dhe në fillim, te 4-5 vetat e parë që morët rrugën për të protestuar nga drejtoria e policisë Tiranës. Dhe më pas vazhdoi më tej pa kënaqësitë tuaja brenda grupit organizator, që sollën edhe largimin pas 2-3 fjalimeve, edhe tani po e ndiqni në distancë nga Gjermania, aty ku jetoni dhe punoni prej shumë vitesh. Unë të falenderoj shumë Fiku dhe besoj të njohemi në ditën vazhdim. Shumë falenderoj, unë kënaqësi dhe me shumë kënaqësi e mirëpresë. Faleminderit.